E pra të nderuar shikues, është koha e mysafirit. Ashtu si që thash, sot do të kemi një bisedë të veçantë me një mysafire të veçantë, e cila vjen nga një prej hapësirave shumë të çmuara të dijes, siç është biblioteka. Zonja Elmedina Abdullahi është udhëheqëse e bibliotekës Max van der Stoel pranë Universitetit të Evropës Juglindore dhe pikërisht sot do flasim për këtë bibliotekë, e cila ka fituar vendin e parë në garën e bibliotekistëve nga bibliotekistët e Maqedonisë së Veriut dhe kjo bibliotekë është shpallur në vendin e parë. Do të flasim për librin Dijen dhe suksesin kolektiv. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjetëm. Është kënaqësi shumë e veçantë ju kem këtu në studio, sigurisht për të biseduar për një sukses shumë të madh dhe shumë të dashur për ju, siç është vendi i parë i vlerësuar nga bibliotekistët nga Maqedonia e Veriut dhe sigurisht flet për suksesin e bibliotekës suaj. A është një vlerësim i cili pasqyron punën tuaj të palodhshme? Pa tjetër që po, gëzohem shumë që ka mundësi të flasë për bibliotekën, çmimin që e kemi marrë si bibliotekist, mendoj si bibliotekë e vitit, është shumë, na bën shumë krenar neve, do me thënë, mburemi ne me institucionin aty ku punojmë, se në fakt institucioni na ka mundësuar që ne të ofrojmë shërbimet që e ofrojmë, që pastaj të reflekton me çmimin që kemi marrë nga shoqata e bibliotekistëve të Maqedonisë së Veriut. Është një mund, do me thënë, është një çmim që unë mendoj pa modesti, mendoj që e kemi merituar, është me plot merit, fal ekipit që janë të punësuar në bibliotekë, fal për kushtimit të gjithë atyreve që kemi pas bashkëpunëtorët, si dhe me mundësinë që institucioni na ka ofruar dhe na ka përkrahur gjithmonë në iniciativat tona të reja që i kemi marrë. Unë gëzohem shumë që një institucion shqipfolës është do me thënë, mund të them edhe jo vetëm në Maqedoni, po edhe më gjerë në rajon, është një ndër bibliotekat më të organizuara, me një organizim, do me thënë, me një punë, me një funksionim që prinë me të gjithë këto metodat inovative dhe bashkohore të bibliotekarisë. Cilat janë kriteret mbi cilat ndoshta u vlerësuat dhe u zgjodhet, si ju e përmendet, do me thënë, i plotësoni të gjitha ato pritshmëritë e studentëve, të gjitha ato pritshmëritë të atyre të cilët ju vizitojnë, mirë po mbi cilat kritere u zgjodhet të jeni në vend të parë? Kur shpallet konkursi për bibliotekë të vitit, janë edhe, si që thatë, kriteret, janë mbi 10 kritere. Ne i kemi plotësuar të gjitha ato që kërkoheshte, ndërto janë edhe shfrytëzimi i teknologjisë në bibliotekë. Ne si universitet jemi të parët ndoshta në Maqedoni që kemi fillu të shfrytëzojmë të gjithë mundësitë që i ofron teknologjia bashkohore. E dini, biblioteka jonë është e themeluar nga viti 2001 dhe të parët që kanë punu në bibliotekë kanë qenë bibliotekistë të mirë njohur nga Indiana University të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kemi fat që themelet i kemi pas shumë të forta dhe që nga ajo kohë, që nga 2001 ne kemi pas platformën tonë të bibliotekarisë, të cilën e kemi vazhdu, bile e kemi mbi ndërtu duke u mundu të jemi në hap me kohën, dhe tani shfrytëzojmë po ashtu një aplikacion bibliotekar që është open source edhe që është me qasje të hapur, jo vetëm ata të cilët janë pjesë e bibliotekës ose pjesë e familjes së universitetit, po i gjithë komuniteti ka qasje dhe mund të shef informatat edhe shërbimet që ne i ofrojmë si bibliotekë nëpërmjet të online katalogut, edhe kjo ka qenë njëna prej faktorëve shumë të rëndësishëm. E dyta është qasje në mundësia për qasje në botimet elektronike. Ne kemi vetë repozitorin tonë të botimeve elektronike, që është me qasje të hapur, që është e krijuar nga vetë shërbimi IT-s në universitetin tonë. Të gjithë temat e masterit dhe të doktoraturës që janë kryer me sukses në universitetin tonë, i kemi aty me qasje të hapur, dhe me thënë edhe kopjen elektronike të atyve, kemi mbi 3000 tema. Jemi në, do me thënë, tani për tani është duke u punuar në hapjen e repozitorit të ri,
e cila është për botimet universitare që i botojnë profesorët e Universitetit të Evropës Juglindore dhe që gjithashtu do t'jenë me qasje të hapur. Të gjithë këto informata nga repozitori, kopjet elektronike, do me thënë jo vetëm librat, po janë edhe punimet shkencëtore nda konferencat e fakulteteve që organizohen çdo vit në universitetin ton, edhe të gjithë këto nëpërmjet të online katalogut ton janë të qasshëm për krejt komunitetin, jo vetëm për ato. Tash mund të flas edhe për kritere tjera, janë projektet e shumta që i kemi në bashkëpunim me institucione tjera, dhe ajo shumë, do me thënë, në vlerësime ka pikat e mëdha. Ne kemi bashkëpunim të madh me bibliotekat në vend, po edhe me bibliotekat në rajon, si dhe me ato ndërkombëtare. Jemi përfaqësues të disa online, do me thënë, bazave që japin shërbime për Maqedoni, si korespondent mund të them. E kështu me radhë. Mund të vazhdoj, po mos të ashtë. Jo, do vazhdojmë. Ti më mbulove shumë pyetje të cilat desha të parashtroj. Po, kam shumë për të folë, për atë shkak të lejtë. Po. Mos të ndërhy në skenarin tonë. Si e përjeton ky sukses institucioni juaj i arsimit dhe ndihmon në të përfaqësoni gjithë komunitetin akademik me këtë çmim? Dhe ju e përmendët sepse jeni shumë të stërmbushëm me gjitha informacionet që i duhet një studenti, edhe një studenti akademik, dhe mua më vjen mirë që të gjithë studentët kanë ku të drejtohen, disa gjërat të cilat unë nuk i kam ditur, tash i kuptova nga ju. Sa ju ndihmon kjo studentëve? E dini, jemi në një periudhë ku studentët ma prej mësimit klasik kalojnë në atë shfrytëzimin e internetit dhe të gjitha informatave që kanë qasje të shpejt, do me thënë mundësi për qasje të shpejt në informat. Kjo sigurisht që kërkon prej neve si bibliotek të transformohemi edhe ne që të përshtatemi nevojës së komunitetit tonë, po gjithsesi si bibliotek jemi shumë të pasur me burime të them, qoftë ato të printuara ose elektronike. Kemi mbi 42.000 tituj që janë të regjistruar në online katalogun tonë. Dhe kemi një numër të madh të databazave ose të research database, si që thuhet, databazave elektronike, në të cilën parapagun universiteti dhe në të kanë qasje të gjithë ata që punojnë në universitet dhe të gjithë studentët që janë pjesë, do me thënë, e Universitetit të Evropës Juglindore. Dhe kretë kjo, si që thash, bëhet nëpërmjet të online katalogu. Studentët kur regjistrohen në universitet, ato automatikisht e kanë të hapur akontin në bibliotek. Dhe ato mund të logohen gjithashtu nga shtëpia, ose prej telefonit, ose prej, do me thënë, mjeteve tjera teknologjike, mund të logohen dhe të shohin gjendjen e akontit të tyre, nëse kanë libër të huazuar, nëse duan të rezervojnë ndë një libër që ju duhet, do me thani kontrollojnë titujt e librave dhe e shohin që ndë një libër ju duhet atynve, nëse libri është i huazuar, ato kanë informat, e rezervojnë librin dhe në momentin që libri kthehet në bibliotek, automatikisht nëpërmjet të emailit ato informohen që libri është kthyr në bibliotek dhe kështu kanë mundësi të vinë ta marrin. Në të njëjtën kohë mundet nga shtëpia online të bëjnë shtyriën e afatit të librave. Të gjithë studentët që janë, do me thënë, në universitet kanë të drejtë të huazojnë libra. Për një kohë më tepër numër të librave dhe për një kohë më të gjatë mundet ato studentët që janë në ciklin e dytë ose në ciklin e tretë të studimeve, për shkak se kanë më tepër nevojë për hulumtim. Po ashtu nëpërmjet të online katalogut dhe akontit që e kanë studentët dhe stafin, kanë të drejtë të sugjerojnë titull për bibliotekën. Dhe në të njëjtën kohë të shfrytëzojnë të gjithë akontet, do me thënë të hapin akont në të gjithë databazat elektronike në të cilën parapaguan universiteti. Do me thënë, përveç asaj që kemi shërbim me prezencë fizike, biblioteka punon çdo ditë pune nga ora 8 deri në ora 9 në mbrëmje dhe çdo të shtunë. Po ashtu bibliotekën e kemi edhe në Shkup, në universitetin, do me thënë në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore në Shkup. Edhe ajo punon me orar të plot dhe përveç që kanë qasje studentët të librat dhe materialet e printuara, ato në të njëjtën kohë mund të shfrytëzojnë shërbimet që i ofron biblioteka edhe nga shtëpia.
Përveç, a të vazhdoj? Po. Të lutem më ndërprej nëse ka nevojë. Më le shumë pa fjalë, jam shumë besoj që edhe studentët e juaj janë shumë mirënjohës dhe mua më intereson sepse apo ajo klasikja me tash veç më ndonjë si një rini që po shkojmë drejt asaj që ne e digitalizohet. Ndoshta edhe kjo mundësit të cilën ju e ofroni ju ka bërë të jeni më të mirë, se unë u kënaqja duke të dëgju. Unë e kam shumë për të folë, edhe kur flasë për bibliotekën, jam pak larkë modestis, shumë me mburje e flasë, për shkak se e di që shumë mund të është dhanë për, jo vetëm ne si bibliotekis që jemi aty, po i gjithë stafi edhe i gjithë universiteti, me shumë përkushtim kanë dhanë mund për bibliotekën, prandaj e flasë me shumë krenarijet e pa modesti, edhe kam shumë për të folë. Atë që desha të them, do me thanë, përveç krejt këtyre shërbimeve online dhe librave fizik që i ofron biblioteka, për çdo fakultet kemi libra për materialet, do me thanë, edhe materialet obligative që kanë studentët, dhe në të njëjtën kohë kemi edhe materialet të cilat janë referenca. Të gjithë këto materiale i blim në bashkëpunim me fakultetet. Do me thënë, çdo semestër, një semestër para, profesorët në përgatisin listat, kemi listat në të përbashkëta, ku profesorët vendojnë titujt e atyre që do t'ju duhet për semestrin e ardhshëm, që ne të kemi kohë në ndërkohë të porosisim, të blim librat dhe ato t'i sistemojmë në katalogun tonë, që për semestrin në vijim të jenë të gatshëm tituj që do të duhet profesorëve dhe studentëve. Përveç asaj kemi edhe libra tjerë që janë, do me thënë, që i lexojnë studentët për kënaqësi edhe për relaks, dhe shumë është interesant, varësisht çfarë periudhe kohore është, edhe ato librat më tepër huazohen. Do me thënë, kur është periudha në fillim të semestrit, kur bëhen punime seminarike, shfrytëzohen ato materiale të cilat janë për referencë dhe pastaj merren materialet të cilat janë më tepër për provim dhe në fund të semestrit kur ma kryen obligime studentët, atëherë drejtohen më tepër për librat të cilat i lexojnë për kënaqësi. Çfarë do të thotë të menaxhosh një bibliotekë universitare sot? Shumë gjëra dëgjova dhe shumë gjëra thatë, unë u hutova. Me çfarë sigurisht çdo punë e lodhshme, unë po them e lodhshme, ka edhe sfida. Me çfarë sfida mund të përballeni ju sot, si bibliotekë ose si gjithë ata të cilët stafi ndoshta që e menaxhoni këtë? Është vështirë të menaxhohet një bibliotekë në këtë kohë, të me thanë, për shkak se, si thash, teknologjia ecën me shumë hapa të shpejta, edhe kushtet edhe mundësitë financiare dhe ekonomike në rajon, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, janë, e dim të gjithë si janë, dhe është shumë vështirë, do me thanë, në këto kushte të jesh në hap me kohën. Nuk është lehtë, mirë po si që thash, sakrifica që japim ne për bibliotekën, mandej na sjell krenari, edhe këtë e bajmë me shumë kënaqësi. Kemi fatin që ne kemi qasje, jemi në listën e universiteteve publike, dhe ne kemi qasje edhe në databazën e njohur si që është EBSCO. Tani jemi në procedurë dhe nga java tjetër do të kemi qasje edhe në Scopus, edhe në Web of Science, të gjitha ato që bëjnë hulumtime e din vlerën e kësaj. Do me thënë, vetë ky fakt që ne jemi si një urë lidhse, do me thënë, të hulumtusve me burimet që ofrohen jo vetëm këtu që thash në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon, por në tanë botën, edhe kjo na bën neve që të jemi të veçantë. Është po ashtu, tash nis të flas diçka tjetër, po gjithë ky muhabet më kujton diçka tjetër që është me rëndësi. Të gjithë këto shërbime që i ofrojmë, që më letë studentët të shfrytëzojnë, ne ofrojmë kurse ose trajnime, sido që mund të thuni, për studentët të viteve të para në të gjitha ciklet. Edhe ato i informojmë së pari me materialet ose shërbimet që i ofron biblioteka. Pastaj unë ndihmojmë atyre që të qasen edhe të bëjnë hulumtim në krejt këto databazat që ofron. Do me thamë, përafërsisht larsh poshtë, mënyra e hulumtimit është e njëjtë të gjitha databazat, po se cila i ka
ato karakteristikat e veta që çdo student të ndjehet, do me thënë, rahat ose të jetë më afër materialeve që u ofrohet. Ne bëjmë trajnime, po ashtu kemi edhe tutorials që janë online, video tutorials, që studentët nëse eventualisht nuk kanë pas mundësi të ndjekin trajnimin, që të mund të shiqojnë pastaj ato kur kanë kohë dhe të mund të gjinden sa më lehtë në ato materiale që ofrohen. Po ashtu bëhen prezentime në bibliotekë brenda për hapësirat e bibliotekë, si që e dini çdo bibliotekë ka mënyrën e organizimit. Ju mund të keni shumë materiale në bibliotekë, por nëse nuk është mirë organizuar, nuk mund të mbërin informata deri tek shfrytëzuesi. Mos të vjen sikur lavdrohen, po e kemi të organizuar mirë hapësirën. Po shifet. Po shifet edhe nga çmimi edhe nga ajo se për çka po flisni edhe për çka po folim gjatë emisionit. Kërkoj ndjes për edhe zanin e E dim që je ftohur. Do me thënë, të gjithë librat që janë në bibliotekë janë të klasifikuara në bazë të lëmisë. Asaj i thunë DVU Decimal Classification, bibliotekat më të mëdha në botë e shfrytëzojnë klasifikimin e njëjtë. Është pak është e vështirë të menaxhosh hapësirën për shkak se duhet të ndajsh hapësirë ose rafte për temë të caktuar dhe ti duhet ta parashikojsh për 5 vjet sa libra mund të kërkohen për atë lëmi e kështu me radhë. Deri tash kemi arrit mirë ta menaxhojmë atë pjesën. Çdo lëmi, në fakt çdo fakultet e ka hapësirën e vete. Po ashtu librat janë të ndamë edhe në bazë të gjuhës. Kemi libra në gjuhën shqipe, kemi libra në gjuhën maqedonase, kemi libra në gjuhën angleze dhe kemi libra që quhet pjesa ndërkombëtare. Edhe aty kemi libra në gjuhën gjermane, frenge, italiane, turke, kështu me radhë. E mua po më kalon koha. Edhe studentët kur vinë, për shembull, nëse e dinë ato çfarë teme ju duhet, edhe në cilën gjuhë duan ta shfrytëzojnë librin, aty vetëm i orientojmë, qasje të hapur ka biblioteka, nuk është qëllimi vetëm ne ta gjejmë librin edhe t'ua japim gati, por është qëllimi t'i mësojmë se si të gjinden ato në materialet që i ofrojmë. Kemi qasje të hapur, kemi tabelat që orientojnë, do me thënë, për lëmin, edhe jemi na aty prezent që të ndihmojmë që ato të gjenë material më shpejt. Me 15 maj në Velez në ceremonin do ta mirni çmimin oficialisht. Ju dëshirojmë suksesa atje dhe si do të realizohet, çfarë plane keni për ta përmbyll bisedën. Më vjen keq se gjysa e gjanave që duhesh të do thuhen nuk do të kem kohë t'i them. Është konferenca ndërkombëtare e bibliotekarisë që organizohet çdo vit nga shoqata e bibliotekistëve dhe këtë vit është në Velez. Do me thënë në kuadër të konferencës së bibliotekarisë do t'jepet edhe çmimi. Ne çdo vjet kemi marrë pjesë edhe në konferencë normal, edhe jo vetëm në konferencat këtu, prapë ndërlidha unë në muhabet ta shfrytëzoj rastin. Jo vetëm në konferencat këtu në Maqedoni, po kemi pas trajnime edhe pjesëmarrje në konferenca që janë për shembull ishim së shpejti krejt stafi i bibliotekës ka qenë në një konferencë në Madrid, kemi qenë në Rom së shpejti, kemi shfrytëzuar të gjitha ato mundësitë. Javën e ardhshme do të jemi në një konferencë që organizohet në Berlin nga biblioteka më e madhe që është për biznes dhe ekonomi në botë. Kështu që mundohemi të përcjellim me çdo kusht të gjitha inovacionet. Po patjetër para se të soset emisioni e kam patjetër të theksoj për shkak se biblioteka edhe njëna prej kritereve ka qenë edhe ajo, përveç të bashkëpunimit që kemi brenda në rajon e këto institucione ndërkombëtare, kemi ofrojmë edhe shumë për zhvillimin e kulturës në Tetov dhe në rajon. Ne kemi qenë realizues shumë të suksesshëm të shumë projekteve të financuar nga Ministria e Kulturës. Për shembull, në 3 vjet radhës ju ofrojmë kurs për pikturim për studentët, të cilët nuk janë profesionistë, por të cilët kanë një talent të papar dhe ne të gjithë kampusin e kemi të zbukuruar me piktura të cilët i kanë bërë studentët tanë duke mos qenë të lëmis. Kemi organizuar një kurs për mozaik dhe kemi një mozaik 36 m2 që e zbukuron kampusin në Tetov, që është po ashtu e bëme në bashkëpunim me artistë të vendas.
dhe që është pjesë e bibliotekës, po ashtu kemi kurse për vallëzim pa pagesë për studentët, dhe krejt kjo bëhet në kuadër të bibliotekës, po ashtu edhe universiteti na ka dhënë një hapësirë që quhet Art Space, që është menjëherë përballë bibliotekës. Këtë hapësirë ne e shfrytëzojmë për të organizuar të gjithë këto aktivitetet. Ka një interesim veçanërisht të madh për nxënësit që janë në shkollat fillore dhe shkollat e mesme, të cilët vinë rregullisht dhe i vizitojnë të gjithë këto hapësira. E shoh që kohën e keni të kufizuar. Unë me shumë kënaqësi do të kisha folë edhe për shumë aktivitete tjera dhe suksese që i kemi ne si bibliotek, po besoj në ndonjë rast tjetër. Kesa është patjetër e hapur. Do me thënë duhet segment të flasim, për shkak se ne janë grumbullur kemi shumë. Do të caktojmë një temë të veçantë dhe do të kemi. Patjetër me shumë kënaqësi. Unë e them edhe një herë, gëzohem shumë që përfaqësoj një bibliotek të një institucioni që është, edhe pse kemi 3 gjuhë të oficiale në gjuha shqipe, maqedonase dhe gjuha angleze, po sërish do ta theksoj që përfaqësoj një institucion shqip-folës që ka kaq shumë sukses dhe me shumë kënaqësi dhe mburje do të vazhdoj ta bëj punën e njëjtë. Faleminderit edhe juve.